Para se të hynte në Big Brother Kosova, Dolce kishte vendosur t'i dhuronte vetes disa ditë që nuk do t'i haronte kurrë. Ajo u largua drejt Bregdetit, një vend që e qetësonte thellë, aty ku deti dukej i pafund dhe qielli dukej sikur bashkohej me horizontin. Pas muajsh të mbushura me angazhime, lodhje dhe planifikime, ajo më në fund mund të merrte frym lirshëm, dita e parë që magjike. Dolce zbriti nga makina dhe ndali për një moment. Era e freskët e detit i përplasi flokët mbi fytyrë, ndërsa aroma e kripës dhe algave të freskëta i futi një dritërim lehtësie. Rrezet e diellit i shkëlqenin në lëkurë, duke i dhënë një dritë natyrale që e bënte të dukej sikur dilte nga një film italian i viteve 70. Ajo ul në shezlong, vuri syzet e mëdha të diellit dhe thirri veten, "Ky është momenti im. Sot jetoj për veten." Ditën e dytë dhe nisi me një mëngjes buz detit, por momentet më të paharrueshme ishin ato të drekave, ato që i sillnin një gëzim të natyrshëm në shpirt. Dolce ishte dashamirëse e madhe e kuzhinës italiane, por këtë herë ajo i shijoi gjërat me dy fish intensitet, sepse e dinte se brenda shtëpisë së Big Brotherit nuk do të kishte këtë liri, në një restorant të vogël, të thjeshtë. Por me pamje mahnitse, ajo porositi pjatën e saj të preferuar, spageti me fruta deti. Kuzhinieri i sjell pjatën me një respekt të veçantë, sikur të ishte një kryevepër arti. Dhe vërtet ashtu dukej, spageti të përthyer bukur, të mbuluar me gafore të kuqe, karkaleca të mëdhenj, copa peshku të shkrifët, të gjitha të mbarsura me vaj ulliri, hudhër të njom, majdanoz të freskët dhe një pikë limoni. Dolce qëndroi për një çast duke e parë pjatën, sikur donte ta mbante mend sa më gjatë, pastaj mori kafshatën e parë, e mbylli syt, shija e detit, freskia e përbërësve dhe dashuria e kuzhinierit i shpërthyen në gojë, ajo buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje që i dilte nga zemra, çdo drek bëhej më e veçantë se e mëparshmja, duke ngrënë, ajo shikonte valët që përplaseshin mbi shkëmbinj, barkat e